Ultrasonografia endoskopike, respektivisht EUSI, është një metodë e cila e mundëson diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të pankreasit. Jo, kjo në spitale private, me qenë se është një metodë shumë specifike, nuk është realizu, prandaj është për herë të parë tek ne. Kemi arritur që të aktivizojmë po ashtu edhe 2 shërbime të reja, si që është videokapsullë endoskopia dhe ultrasonografia endoskopike, EUSI. Videokapsula është një metodë e ekzaminimit kryesisht që përdoret për zorët e holla, e cila në fakt diagnostifikon, na mundson diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me indikacione të tilla. Ndërsa ultrasonografia endoskopike, respektivisht EUSI, është një metodë e cila e mundson diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të pankreasit, metodë kjo e cila deri më tani nuk është realizuar në Kosovë, ashtu që kemi filluar që në vitin 2024. Jo, kjo në spitale private, me qenë se është një metodë shumë specifike, nuk është realizu, prandaj është për herë të parë tek ne. Në të kaluarën, për shkak të mungesës së aparaturave për ekzaminim të zorëve të holla, po ka qenë nevojshme të referohen në vendet të tjera. Gastroskopi janë bërë gjithsej diku rreth 2100 gastroskopi, ndërsa kolonoskopi 1300. Gjë që krahasuar me vitet e mëhershme, pra kemi një rritje të dukshme. Prej vitit 2023 në 2024 kemi diku rreth 10%. Gjatë vitit 2025, varësisht sipas planit të veprimit, kemi arritë do të arrijmë që zgjerimin së pari të hapësirave infrastrukturës, e po ashtu edhe renovimet si dhe furnizimin me aparaturat të tjera të nevojshme për klinikën. Në klinikën e gastroenterologjisë, për shkak numrit të madh të shërbimeve të cilat ofrohen dhe po ashtu edhe hospitalizimit të pacientëve, numri i mjekëve specialist është i mjaftueshëm, e po ashtu edhe numri i stafit infermieror është adekuat i përgjigjet shërbimeve të cilat i ofrojmë. Sa i përket banave esenciale dhe materialit shpenzues, mund të themi që gjatë tër vitit 2024 tek ne jepet një terapi biologjike shumë e shtrejtë, e cila po ashtu edhe në vendet jashtë Kosovës ka një kosto të lartë. Gjatë tër vitit kemi qenë të furnizuar me ampullat infliximab, po ashtu adalimumab dhe vedulizumab, të cilët kanë hyrë në listë esenciale.